Hoxh, a është e vërtet thot që përdoret një lloj gjethe të digjet e të tymoj për magji? Çështja e largimit të magjisë, veprimet që duhet mi marr, lypet argument fetar. Çdo veprim që s'ka argument fetar, është haram me përdor. Me marr gjethe, me marr time, me ul aty, me hyp përmi krye, me qite, me vu përfuni, me qiti organin përmi, edhe me tymos ajo ku e di çka. Jo kjo gjethja, jo gjethja, na themi vetëm lypet argumente. Çdo sen e cila ka argument, mbështetje në argumentet fetare lejohet. Çdo gjë e cila nuk ka argumente fetare nuk lejohet. Prandaj duhet me sjell argumente ky personi që e bën një gjest të tillë me dal me thonë unë e baj këtë se ekziston filan ajeti ose filan hadithi, ne i themi alhamdulillah. Nëse thotë jo, unë e kam provu disa herë dhe ka dhez, na themi këto janë ibadete që duhet me pas kujdes vetëm me fakte. Prandaj largonin nga çdo gjë e dyshimtë derisa të vërtetohet me fakte.